duhet të antarësohemi në çdo organizat, në çdo konferencë, po duhet i bëjmë ndryshime, reforma të brendshme brenda Ministrisë Infrastrukturës për t'ja mundësu transportit ton që të zhvillohet si deg. Kosova është dashur të mëkon anëtare e CEMTES, po për momentin duhet të më bëjë gjithçysh, për arsyeën e vetme që më bëjë barabart me transportues e Kosovës, me transportues të rajonit dhe të Evropës. Gjithsesi, ne si shoqat do të angazhohemi rreth antarësimit, por edhe në bashkëpunim me qeverinë e Republikës Kosovës. Sa i përket transportit me CEMT, na i lehtëson punët e transportit në Evropë dhe në rajon, pasi që gjitha vendet që na rrethojnë janë të antarësuar në CEMTA, dhe pastaj muj me bë transport me shkarku në vendet e ndryshme dhe në destinacionin e fundit në Evropë ose gjithë. Në shpejtësinë e transportit që mund me bë për vendet e caktuara, edhe në momentin që lehtësohet edhe shpenzimet për transport. Po është e rëndësishme shumë. Në çdo antarësim, në çdo organizatë ndërkombëtare do të ndihmon Kosovës për mi plotësu standardet, po edhe për të qenë në trend me zhvillimet dhe ndryshimet e fundit. Ne jemi duke jetuar me një kohë ku ndryshimet bëhen brenda ditës, sidomos tani mas inteligjencës artificiale, kështu që çdo antarësim, çdo organizatë ndërkombëtare, në çdo konferencë, në çdo marrëveshje është e mirësuar edhe për të bërë ndryshimin. Si odë ekonomike kemi themelu shoqatën e transportit, për arsye se ka shumë pengesa që kanë transportuesit tanë, nuk e kanë tregun jo vetëm Kosovë, po në rajon hiç nuk kanë mujt me depërtu, po sidomos në Kosovë për shkak pengesa, birokracisë, dokumenteve të panevojshme që i kanë, nuk kanë mundësi që të zgjerohen edhe vinë na marrin tregun kompanitë serbe, kompanitë turke, kompanitë maqedone, kështu me radhë. Ndërsa kompanitë tona nuk mund të jenë prezente në asnjë vend të rajonit. Kështu që ne duhet të antarësohemi në çdo organizatë, në çdo konferencë, po duhet i bëjmë ndryshime, reforma të brendshme brenda Ministrisë Infrastrukturës për t'ja mundësu transportit ton që të zhvillohet si deg.